Të dielën e 8 marsit, çmimi i naftës, benzinës dhe gazit me pakicë në disa pika karburantesh në Pogradec është rritur. Kjo rritje justifikohet me shtrenjtimin e naftës në bursat ndërkombëtare si pasojë e luftës në lindjen e mesme. Kështu, 1 litër naftë kushtoi këtë të diel deri 195 lek, benzina 182 lek dhe gazi 57 lek. Ndërsa në disa kompani të tjera pati luatje të vogël të çmimeve të mësipërme. Për ekspertët, kjo lëvizje e shpejtë tregon qartë abuzimin pasi kompanitë e naftës duhet të kenë rezerva që nuk lejojnë një shtrenjtim të menjëhershëm pasi është blerë më lirë. Zgjidhjen për këtë situatë bizneset e shohin tek ulja e taksave për karburanti në vend. Në 1 litër naftë rëndojnë momentalisht 4 taksa: akciza, TVSH-ja, taksa e karbonit dhe ajo e qarkullimit, që në finale janë 103.8 lek për litër, që përbëjnë edhe taksën e karburantit.